E qartë, ndërkohë Pentagoni po përgatitet për sulme më të zgjeruara toksore në Iran, duket se Islamabadi është bërë kryeqendra e tyre eksponentëve apo e ministrave të jashtëm që po tentojnë deri diku të ndikojnë apo të jenë ndërmjetësuesa e takon kësaj situate. Ministri i jashtëm i Pakistanit, Egjiptit, Turqisë dhe Arabisë Saudite janë mbledhur në Islamabad. Sa pesh ka ky lloj takimi, këto lloj takimesh, kur ne krahasojmë me situatën e Rusisë dhe Ukrainës, kur krejt më të lartë politikës europiane takoheshin, bënin takime disa palshe, por në fund të ditës nuk prodhonin asgjë. Sigurisht, dhe unë e shikoj në të njëjtën linjë edhe këtë takim, edhe pse ka edhe një tendencë për ta analizuar pikërisht të gjithë modelin apo këtë pattern të bërjes së diplomacisë dhe ndërmjetësimit që kryen Izraelin në këtë rast, ku pikërisht kemi parë disa etapa negociimi edhe me Omanin dhe sa herë ka patur diskutime apo takime bilaterale apo shumëpashe, gjithmonë është dekapituar nga një lider politik apo është bombarduar ndonjë sajt ushtarak apo objektiva targete nukleare në Iran. Ndaj e shikoj edhe këtë pak me një efekt zero, po thuajse do të thoja unë, që nuk do ndryshojë ndonjë gjë, edhe pse duket qartë që Pakistani i pëlqen ky roli i ndërmjetësuesit dhe i pëlqen që të jetë një nxënës shumë i mirë përballë Trumpit dhe aleat shumë i fuqishëm për SBA, duke patur parasysh edhe Pakistani nga ana tjetër ka një dhe atë luftën permanente që zgjohet her pas here, por që e artikuluar nga Donald Trump që kemi shpangur disa zona konflikti ku përmendte Kosovën dhe Serbinë, por nuk harronte asnjëherë Pakistan, Iran, atë luftën që kthehet her pas here si konflikt. Për Kashmirin, patjetër. Dhe ajo që është problematike tashmë me Pakistanin, edhe pse është në një luftë të heshtur, sigurisht me Indin, ku India vetë ka deklaruar që nuk e ka mbyllur ende operacionin Sindur, pra operacionin ku targetoi këto sajtet ushtarake terroriste në brenda Pakistanit, do të thotë janë ende konflikte të hapura, por nga ana tjetër vetë Pakistanit i friksohet një shturje të territorit të tij ku Balochistan, pra vetë etnia e balochëve është në një rritje për të fituar apo për të marrë autonominë e tyre. Ndaj mendoj që Pakistani nga ana tjetër aq sa dëshiron të jetë një aleat i mirë me SBA-n, aq edhe i friksohet të gjithë këtij konflikti për efektet e brendshme që mund të ketë për territorin e Pakistanit. Edhe pse duket qartë që marrëveshja që ai ka tashmë me Arabinë Saudite, pikërisht ajo marrëveshje e stilit artikullit 5 të NATO-s mbi mburojën apo mbrojtjen bërthamore dhe ushtarake që Pakistani ofron tashmë Arabisë Saudite, tregon që kjo të paktën deri në këto ditë të konfliktit ka qenë vetëm një politik kortezie dhe nuk ka qenë një aksion, le të themi, i cili ka prapa vepruar pas fjalëve të bukura që i janë dhënë Arabisë Saudite, sepse nuk kemi parë ndonjë, le të themi, ndërhyrje të Pakistanit për t'i ardhur në ndihmë kundër të gjithë targetimeve që vetë Irani po bën në të gjithë territorin e Arabisë Saudite, jo vetëm në sajtet ushtarake, pra bazat ushtarake të Amerikës. Ndaj e shikoj si një takim të radhës, ku dhe këtë herë ajo që unë shikoj po prap një paralelizëm me Ukrainën, sa herë që Trump gjendet në këtë kurthin strategjik të mos daljes, të një strategjie dalje në mungesë, por nga ana tjetër dhe të sulmeve apo bombardimeve pa një efekt ndryshimi të politikës, ai gjithmonë thjesht i shtyn më tej, pra i postpon ato afatet, deadline-et që ai vendos, dhe këtë e pam dhe javës që shkoi me një afat 5 ditor, tashmë jemi në një afat 10 ditor, ku gabimi më i madh që bëhet në këto momente është pikërisht se i lejohet një dritare shpëtimi Iranit, jo vetëm për të shitur komod naftën e tij në tregjet ndërkombëtare, por edhe për të marrë sa më shumë, le të themi, para për makinerinë e tij të luftës dhe për të patur aleatët e tij afër si Kina dhe Rusia të paprekur. Në këtë rast mendoj që kjo është një humbje shumë e madhe për të gjithë perëndimin, edhe pse ndikon patjetër në ekonominë dhe krijon një lloj stabiliteti në çmimin e hidrokarbureve dhe të gazit, por nga ana tjetër e shtyn dhe e zgjeron më tepër në një afat të gjatë këtë luftë. E qartë.
Jam kurioze të di të paktën javën e fundit, cili ka qenë targeti kryesor i Shebave dhe Izraelit ndaj Iranit në mënyrën se si ata zgjedhin të godasin, se orët e fundit kanë qenë universitetet target për të goditur. Ajo, në fakt, targetimi i universiteteve, do thoja unë, së pari nëse do të analizojmë në aspektin e të drejtës ndërkombëtare, të gjitha sajtet apo objektet dhe ndërtesat civile përjashtohen, patjetër duhet të ruhet jo vetëm proporcionaliteti i përdorimit të forcës në të njëjtën masë me atë të kundërshtarit, por le të themi principi më i rëndësishëm i diskriminimit, pra të bëjmë një dallim mes objektivave ushtarake dhe atyre civile, është një nga kushtet apo një nga ligjet në luftë i cili nuk duhet shkelur. Megjithatë, do thoja që në fushatat të cilat ndërmerr Izraeli në atë rajon, ky princip as pak nuk është respektuar. E kemi parë edhe në Gaza apo në Bregun Perëndimor ku gjithmonë është mohuar e drejta e civilëve për të mbrojtur nën ligjin ndërkombëtar humanitar, pikërisht me justifikimin e Izraelit apo e palës tjetër se